Të gjithë hani presh, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës, tensionit dhe imunitetit tuaj. Preshi bën pjesë në familjen e qepës dhe është e kultivuar që në kohët e egjiptianëve të lashtë. Kulturat aziatike dhe europiane kanë kultivuar dhe gatuar preshin për më shumë se 3000 vite. Preshi ka një shije të ëmbël dhe mund të konsumohet i freskët ose i gatuar. Një filxhan me presh ka sasi të ulët të natriumit dhe nuk ka pothuajse asnjë yndyrë të ngopur ose kolesterol. Preshi është një burim i mirë i fibrave ushqyese, vitaminës B6, hekurit, magnezit, derisa është një burim i mirë i acidit folik, vitaminës A, C dhe K. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i preshit? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Preshi përmban shumë antioksidant, ka veti antibakteriale, mbron mëlçin dhe ul nivelin e enzimave të dëmshme të saj, ndihmon në reduktimin e yndyrnave rreth mëlçisë, që zakonisht shkaktohen nga regjimet ushqimore me yndyrë të lartë. Zvogëlon nivelin e përgjithshëm të kolesterolit dhe triglicerideve, ndërkohë që rrit nivelin e mirë të kolesterolit. Përmirëson tensionin e lartë të gjakut duke rritur prodhimin e oksidit nitrik, një gaz natyral që ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut. Preshi është një nga perimet që shpesh neglizhohet në mënyrë të padrejtë, por duhet të konsumohet rregullisht dhe mund t'i ofrojë shumë shëndetit tuaj, citon Healthy Side. Preshi, nëse konsumohet rregullisht, mund të ulë presionin e gjakut, kolesterolin, shpëton zemrën dhe pastron të gjithë organizmin. Preshi është të konsumuar që në qytetrimet e lashta. Rreth 100 gram presh të gatuar do të përmbajë rreth 30 kalori. Vlerat e ulta energjike, pasuria e lëndëve ushqyese, fibrat dietike, polifenolet dhe përbërësit e sqafurit kanë efekte të dobishme për shëndetin tuaj. Beta-karoteni të preshi shndrohet në trupin tonë në vitaminën A, e cila është e rëndësishme për shëndetin e syve, sistemin riprodhues dhe për imunitetin. Preshi është një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe gjendet kryesisht në 6 elementë të ndryshëm. Është gjithashtu i pasur me elementë të cilët janë edhe fibrat që veprojnë edhe për organizmin. Në presh mund të gjeni minerale të tilla si kaliumi, bakri, hekuri, mangani, të cilat ndihmojnë në zbutjen e simptomave të sindromës premenstruale dhe kanë efekte të dobishme në shëndetin e gjendrës tiroide. Preshi ndikon edhe në detoksifikimin e organizmit, duke reduktuar proceset inflamatore si dhe shëndetin e zemrës dhe enët e gjakut. Alicina e preshit ka efekte antibakteriale, antivirale dhe mund të ulë nivelin e kolesterolit në gjak dhe presionit të gjakut. Konsumi i preshit mund të zgjasë edhe ndjenjën e ngopjes, si të ulë oreksin, gjë që është e mirë për njerëzit që duan të humbasin në peshë dhe të kujdesen më shumë për dietën e tyre të rregullt. Në familjen e hudhrave dhe të qepëve, preshi spikat jo vetëm për aromën e tij, por edhe për vetitë ushqyese që bartë. Ndonse jo të gjithë e përdorin preshin në dietën e tyre ushqyese, në këtë video do të listojmë disa nga përfitimet e tij sipas Healthy Side. Preshi është i pasur me minerale, lehtëson tretjen, rindërton florën bakteriale të aparatit tretës, rimineralizon trupin në rast të mungesave, pastron trupin, ka efekte laksative, pastron dhe lubrifikon muret e aparatit tretës, ka veti diuretike dhe antiseptike, është një aleat i mirë i sistemit tuaj kardiovaskular, shkatron kolesterolin e dëmshëm dhe gjithashtu ndikon pozitivisht në mbrojtjen e organizmit tuaj. Preshi është një perime që shpesh neglizhohet në mënyrë të padrejtë, por duhet të konsumohet rregullisht dhe mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë të mira minerale. Preshi, nëse konsumohet rregullisht, ul presionin e gjakut, kolesterolin, ofron shëndet të mirë për zemrën dhe pastron të gjithë organizmin nga dëmet e ndryshme. Në 100 gram presh të gatuar do të gjeni vetëm pak kalori. Kështu përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në largimin e komplikacioneve të imunitetit. Preshi i përket të njëjtës familje si qepa dhe hudhra, dhe periudha më e mirë e konsumit të tij është nga shtatori deri në prill. Kjo perime është mjaft e përdorur nëpër supa, sallata dhe preshi i përket gjinisë Allium. Familja Alicae dhe ka origjinë nga Lindja e Mesme.
Ka pak kalori i pasur me fibra, një burim antioksidantësh, një burim i vitaminës K, vitaminës B9, si dhe një burim i mirë i mineraleve. Mendohet gjithashtu se ka efekte mbrojtëse kundër disa llojeve të komplikacioneve. Në 100 gram presh të zier do të gjeni 25 kalori, 92 gram ujë, 1,1 gram protein, 3 gram karbohidrate, 0,2 gram yndyrë, 3,2 gram fiber, 25,6 mg kalcium, 0,34 mg hekur, më pak se 10 mikrogram jod, 8,45 mg magnez, 20 mg fosfor, kalium, natrium, zink, vitamin beta-karoten, vitaminën E, vitamin K1, C dhe B6. Preshi është i pasur me ujë dhe kalium dhe pak natrium, prandaj ka një rol diuretik. Ai përmban komponent squfuri dhe antioksidant flavonoide që lejojnë atë të parandalojë disa lloje të komplikacioneve. Flavonoidi kryesor quhet kamaferol. Flavonoidet janë antioksidantë që mund të kenë në veti antiinflamatore. Prova e qartë e këtyre përfitimeve shëndetësore të preshit do të varet edhe nga studimet e ardhshme. Përbërjet e squfurit të preshit shndrohen në alitësi nëpërmjet një reaksioni enzimatik ku kërcelli prish, shtyp dhe pritet. Studimet laboratorike tregojnë se alitësina kontribuon në reduktimin e formimit të kolesterolit. Përveç kësaj është zbuluar gjithashtu se ka veti aktive antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Në të njëjtën kohë zvogëlon ngurtësimin e enëve të gjakut duke ndihmuar në uljen e presionit të lartë të gjakut. Gjithashtu parandalon formimin e mpikses së trombocideve të gjakut. Prandaj alitësia ndihmon në uljen e rrezikut të përgjithshëm të sëmundjeve koronare të zemrës, sëmundjeve vaskulare periferike dhe goditjes në trup. Preshi përmban flavonoide, luteina dhe zeakanthina, të cilat do të mbrojnë shëndetin e syve. Këto substanca të njohura si karotenoide zvogëlojnë rrezikun e kataraktave dhe degenerimeve makulare të lidhura me moshën. Preshi është një burim i vitaminës B6, i cili luan një rol energjik në sistemin nervor, në sintezën e proteinave, formimin e qelizave të kuqe dhe reduktimin e lodhjeve. Ai është gjithashtu një burim i vitaminës B9, e cila siguron rinovimin e qelizave të rëndësishme për gra shtatzana për zhvillimin e fetusit dhe për fëmijët në rritje, si dhe për njerëzit të cilët po lehtësohen kundër komplikacioneve. Kërcelli i tyre në gjethe përmban vitamina B vitale. Përveç kësaj, preshi është një nga burimet më të mira të vitaminës A dhe antioksidantëve të tjerë fenolik, flavonoide si karotenoide, ksatina dhe luteina. Preshi është i pasur me vitaminën K, e cila mund të zvogëlojë rrezikun e osteoporozës. Disa studime tregojnë në lidhje midis marrjes më të lartë të vitaminës K dhe kockave më të dendura, duke çuar në një rrezik të reduktuar të frakturave në hije. Kërcelli i preshit përmban sasi të vogla të mineraleve të tilla si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani dhe zinku. Kërcelli i preshit duhet të jetë i drejtë, i fortë, i bardhë, i ndezur dhe pa njolla kafe. Gjethet duhet të jenë më të gjelbra, jo të zbehura, të zverdha ose të thata. Preshi mund të ruhet në frigorifer për 2 ose 3 muaj. Gjethet e saj ndoshta do të zverdhen, por e bardha do të mbetet e shëndetshme. Por duhet të tregoni kujdes. Persona në dietë me përmbajtje të ulët oksalate për të parandaluar përsëritjen e gurve në veshka ose urinare nuk duhet të konsumojnë preshin. Së fundmi, rastet e raportuara të alergjisë ndaj preshit janë mjaft të rralla. Megjithatë, njerëzit alergjik ndaj perimeve të tjera të njëjtës familje Allium, si hudhra, qepa e të tjera, mund të reagojnë kur hani presh. Ekspertët këshillojnë konsumin e preshit të freskët në dietën tuaj dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Kështu përfitimet që do të merrni në mbrojtjen e organizmit do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të vërtet mbrojtës për shëndetin e përgjithshëm. Sigurohuni të konsumoni preshin gjithmonë brenda normës së lejuar. Kështu vetit e saj ushqyese do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të çmuar në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre shqetësimeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.